na ka dhënë një provë shumë qartë që kush nuk pret që vazhdimësia e sipërmarrjes t'i garantohet nga oksigjeni i shtetit, por i beson inovacionit dhe vetë transformimit fiton. Kush pret që në të kundër të erës imponuar nga transformimi të vazhdoj të rri aty ku është mësuar dhe aty ku ka qëndruar duke u mbajtur me oksigjen nga shteti, është thjesht dhe vetëm duke shtyr në agoni ditën e fundit. Dhe besojmë shumë tek manufaktura, besojmë shumë tek gjithë ata që po ecin në rrugën e transformimit dhe të krijimit vlerës shtuar, dhe për të krijuar më shumë vlerë shtuar përmes manufakturës do të bëjmë më shumë në mbështetje të sipërmarrjeve që do të përqafojnë sfidën e transformimit. Po ashtu, agropërpunimi është diçka që e kemi vendosur në krye të, ose më saktë në prioritetet e listës sonë të punëve, dhe sa më shumë të tërheqim nga kanali i eksporteve lëndën e parë, dhe sa më shumë të fusim në kanalin e eksporteve lëndë të parë të përpunuar në vend, aq më shumë do të mbajmë vlerë të shtuar brenda kufive tanë. Faza kur baza kryesore e eksporteve ishte nxjerrja jashtë e lëndës parë është një fazë që duhet ta konsiderojmë për të tejkaluar. Dhe sidomos kur vjen puna tek bujqësia, është shumë e qartë që hapi tjetër është agropërpunimi dhe si kundër bëm në fazën e parë të qeverisjes me grumbullimin, duke siguruar që Shqipëria të ketë tani më një rrjet të konsoliduar dhe të fuqishëm pikash të grumbullimit me standarde të larta, duam të kemi një rrjet të konsoliduar të agropërpunimit. Sigurisht që një nga çështjet që janë adresuar me përmirësime të ndjeshme, por jo tërësisht nxjerr jashtë tryezës ku sipërmarrja ka trashëtuar problemet, është çështja e barierave dhe logjistikës. Është çështja e procedurave eksportuese, lehtësimi i korridoreve logjistike për të ulur sa t'i dhe mundur kohën dhe koston e transportit. Dhe Ministria me siguri do t'ju jap më në detaje se ku jemi dhe ku duam të shkojmë pa humbur shumë kohë me zero burokracinë e doganave, natyrisht duke mbështetur tek digitalizimi. Ka një çështje që do të duhet një kohë më e gjatë, edhe mbase në vijim ju do ta diskutoni për të kuptuar edhe ne se ku është pika e dobët, pasi kemi vendosur instrumenta të ri financiar për posaçërisht për ndërmarrjet eksportuese, duke ulur riskun e tyre përballë bankave tregtare, dhe gjithsesi absorbimi, thithja e këtyre fondeve është shumë e ulët krahasimisht me çfarë ne do donim të ishte. Kështu që qoftë për linjën e kreditimit të Bankës Shqipërisë, qoftë për
çfarë do të filloj të bëj banka e re e zhvillimit, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë eksaktësisht për jush se ku është pika e dobët dhe si ta adresojmë në mënyrë që këto instrumenta të jenë sa më të arritshëm nga ju dhe që ne të mund të fusim në dispozicionin tuaj sa më shumë fonde. Linja e kreditit e Bankës së Shqipërisë është në thonjza pa limit, po në fakt është konkretisht pa limit, po të kemi parasysh se sa larg jemi ne nga thithja edhe pjesës parë të fondeve që është vënë dispozicion. Dhe në fund fare dua ta mbyll duke ju thënë diçka që gjithmonë më shumë për hir të vërtetës kompanisë shqiptare po e kuptojnë vetë dhe po përpiqen ta adresojnë vetë, por që përsëri unë besoj që mund ta adresojnë shumë më shpejt, mund ta adresojnë shumë më mirë dhe me shumë më tepër përfitim, që është investimi në burime njerëzore. Përpara disa vitesh, mbase ndonjëri për jush e ka dëgjuar se kam thënë edhe herë tjera, u publikua një listë e kompanive më të mëdha globale dhe ecja e tyre në 10 vite. Dhe ishte diçka e jashtëzakonshme e pasqyrë për të parë lidhjen drejt për drejt mes investimit në burime njerëzore, trajnimeve, kualifikimeve të mbështetur financiarisht nga kompanitë dhe fitimit. Dhe të gjitha ato kompani që në fillim të 10 viteve kishin investuar më pak në burimet e tyre njerëzore, kishin ardhur me rënje në raport me kompanitë që kishin investuar në burimet e njerëzore. Dhe habia më e madhe ishte që çka ishte investuar në anë në burime njerëzore reflektoi si plus në çfarë ishte fituar. Në fillim duket sikur jep, po në fakt ai burim njerëzor ku ti investon të kthen atë që ti jep disa fish. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe në kuadër të sfidës që thash për sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu që Eksporton është një platformë e cila prezantohet para jush sot, por që njëkohësisht do të merret me matjen e indikatorëve që do të vinë nga realiteti i punës suaj të përditshme dhe që çdo vit do të nxjerrë edhe raportin e vet për se si kanë lëvizur volumet eksportuese, një raport që do t'i vlej qeverisë për të adresuar nga ana e vet nevojat, do t'i vlej dhe juve për të kuptuar se ku dhe si lëviz eksporti. Shumë faleminderit për durimin. Ndjes që megjithëse nuk e bëra këtu premtimin, po asnjëherë kur unë premtoj të flas shkurt nuk e mbaj dot premtimin, kështu që shpresoj që të mos ishte e mërzitshme. Edhe jam i bindur që ministrat që do flasin më pas bashku me drejtoren e AIDA-s do të plotësojnë gjitha ato boshllogje që unë lash në fjalën time, ndërkohë që dëshiroj ta falenderoj përpara jush drejtoren e AIDA-s për punën e jashtëzakonshme dhe me rezultat që ka bërë dhe po bën, dhe uroj që të vazhdoj kështu dhe ta çojë më para këtë transformim të AIDA-s, duke bërë gjithmonë më shumë AIDA-n një instrument në duart tuaja. Shumë faleminderit.